Përshëndetje, miq. Sot është një temë. Por para se të tregoj se çfarë do të tregoj në këtë video, është që të kuptoni që universi lëviz aq shpejt sa që mos u habisni kur ju vendosni të zgjidhni më të mirën për veten tuaj. Dhe kjo ka të bëjë me temën çfarë kërkon shpirti juaj për më të mirën për ju. Që të gjithë që jeni duke ndjekur këtë video dhe që keni ardhur në këtë video, është e drejta juaj të besoni apo jo. Por, ju ftoj të besoni dhe të vlerësoni veten tuaj, sepse ju jeni lidhur me shpirtin, që do të thotë shpirti ju drejton. Pra, që të gjithë ju që jeni duke ndjekur këto video, pavarësisht se kush është situata, azimi juaj në lidhje me atë që çfarë ka ndodhur në marrëdhënien tuaj, ndoshta je divorcuar, ndoshta e ndjen që diçka në marrëdhënien tuaj nuk është ashtu si ju ëndërroni, ndoshta ndonjë aksident, ndoshta sëmundja juaj, humbja e punës, apo çfarëdo lloj që jeni që të gjithë, dhe ashtu sikurse unë, por që të gjithë njerëzimi në këtë kohë dhe në këtë afat kohor është që ndjehet një ndryshim edhe në trupin tuaj, sepse ju ndjeni diçka që nuk është më si më parë. Dhe kjo është e vërtetë, sepse ne kemi hyrë në një afat kohor ku energjia për të cilën e drejton universi dhe ne jemi pjesë e këtij universi, se jetojmë këtu, jetojmë në këtë tokë, këtu është tash për tash jeta, është që të gjithë, pra jemi në zhvillim, jemi në rritje. Dhe në këtë afat kohor, sidomos këtë 15 vjeçar, ka një ndërgjegjësim të lartë kolektiv, që do të thotë ne jemi mësuar dhe kemi pra gjatë eksperiencës jetës tonë me shumë sfida, kemi kuptuar botën e jashtme, por atë që në këtë moment ju dhe sa i tregova që me një shkak çfarë do të jetë, jeni këtu. Atëre, çfarë kërkon shpirti juaj, të kuptoni, ju jeni aty ku duhet jeni, ju nuk jeni vetëm, ne kur nuk kemi qenë vetëm, por nga roli viktim i afatit kohor të shekullit të kaluar dhe në këtë rast të gjeneracës time, është që ne kemi, si thuash, bagazhe të vjetra, sigur na duket që kemi një barë të rëndë në shpatullat tona, apo në lidhje me problemet që ju po kaloni në këtë moment. Është e vërtet që ka krizë, është e vërtet që kudo, pra i shihni, i ndjeni ndryshimet, ajo që është bëhet fjalë tani. Okej që gjërat po ndodhin si po ndodhin dhe nuk janë pa shkak. Çfarë do bëni ju? Sikur kjo të vazhdoj kështu gjithë kohën. Si do ecni në jetën tuaj? A do i mbani këto probleme në shpatullat tuaj? A do i mbani këto probleme që po kaloni tani akoma më shumë ndërkohë që shpirti juaj është bërë, pra, si thua, është zgjuar, se ju jeni lidhur me shpirtin dhe shpirti juaj do më shumë, që do të thotë, shpirti juaj kërkon të zbuloni pse ju ndjeni si ndjeni. Pse ju jeni tani në këtë kohë duke marrë
ose më saktë duke kuptuar atë se çfarë po ndodh dhe me ju brenda vetes tuaj, në çdo lloj marrëdhënie. Kjo sepse shpirti ju fton tani të filloni. E para është ju do të besoni në veten tuaj dhe ju do të vlerësoni veten tuaj. Për sa kohë ju nuk lidheni me veten tuaj, këtë kërkon shpirti, të lidheni me veten tuaj për atë se çfarë ka ndodhur. Ky është mësimi. A e kuptoni çdo të thotë të lidheni me veten tuaj, të qëndroni me veten tuaj. Të qëndroni në atë që të dëgjoni trupin tuaj, të uleni, të merrni frymë, të mos njaftojni më vetëm me atë me reagim. Edhe në qoftë se jeni në këtë moment që duket vërtet që çfarë po ndodh me ju, të kuptoni që është ajo që ju jeni komplet i ndryshuar dhe ndjeni që nuk i përshtateni më realitetit, pra jeni shkëput nga bota materis dhe jeni lidhur me emocionet tuaja. Dhe kjo ju bën që ju jeni lidhur me shpirtin, po çfarë ndodh? Duke mos e ditur, pra je në këtë situatë, duke mos e ditur, vazhdon me atë që di nga ajo që ke mësuar. Por tani ju jeni lidhur me shpirtin tuaj dhe shpirti juaj kërkon që ju të lidheni me veten tuaj, se ka dhe një mënyrë tjetër për të jetuar jetën dhe prandaj jeni këtu duke dëgjuar. Pra bëhet fjalë për të gjithë ne, shpirti kërkon të zbulojmë kush ne jemi në të vërtetë. Pra në qoftë se ju keni këto arsyet që tregova më sipër, pra gjitha situatat që keni kaluar dhe që i ndjeni dhe që i ndjen trupi juaj, gjithë dhimbjet i ndjen trupi juaj kudo në çdo aspekt, në kokë, a truri, a mendja po ju ikën, apo dhimbje në trup, kocka e tjera, pra fizike dhe jo fizike është nga mendja jonë, sepse është ngurtësuar, është gjëra të fiksuara që ne i kemi marrë nga e kaluara, por që i kemi krijuar dhe disa, sepse shpirti, misioni i shpirtit është të mësoj, të ndihmoj, të mësoj dhe të krijoj, pavarësisht se çfarë kemi kaluar. Atëre ju jeni të lidhur me shpirtin, shpirti ose ndryshe jeni zgjuar. Dhe zgjimi, pra që ndjeni që jeni ndryshe, si më parë, e ndjeni që jeni bërë më të ditur për atë çfarë po kalon me ju, kushdo që t'jetë, dhe në këtë rast, zgjimi do të thotë zbulim, dhe zbulimi do të thotë kush ne jemi. Por që të arrim këtë, jo vetëm që ne do të lidhemi, je shtesa, ne do të lidhemi me veten tonë dhe mantra, filloje me mrekulli, sido që t'jeni në çdo fazë. Është koha ime sepse është. Dhe duke qëndruar, pra hap pas hapi, çdo ditë nga pak, edhe pse keni një ditë të ngarkuar, edhe pse jeni me fëmijë apo me kudo që jemi, se ne jetojmë në këtë, kemi njerëzit tanë e tjerë, ju përsëri të gjeni kohën tuaj dhe kjo është që ju do të lidheni me trupin, me atë që ne nuk e kemi dëgjuar kur, sepse nuk dinim se si të punonim me emocionet që tani ju i dini, sepse po kaloni, jeni bërë pra të ditur me situatën tuaj. Tjetër është që kjo çfarë do të ndodhi, është që ne duke qëndruar me veten tonë, ne do të qetësojmë, do të shkëputemi nga kontrolli i jetës, se për sa kohë ne kemi kontroll të jetës, do të thotë që ne nuk kemi besim në këtë jetë, dhe duke mos besuar, duke kontrolluar jetën, është ajo që ne shqetësohemi, duke u shqetësuar, detyrimisht këto janë gjëra stresore që pa nga pak asgjë nuk është se ka ardhur tani në këtë moment që ti po ndodhe dhe po çuditesh se çfarë po ndodh me ju. Këto janë gjëra të grumbulluara dhe që të gjithë kemi ditur se kemi kaluar sfida, por nuk kemi ditur si të veproni, dhe kjo është kudo që t'jeni ju nuk jeni vetëm, ju dorëzojeni shpirti dhe në këtë rast një mantër tjetër. Këdo që të rrisni, sepse që të gjithë jeni të lidhur, Zot, univers, ëngjëj, shpirtin tuaj, nënën tuaj, këdo që ju keni me të vërtet atë që ju bën ju që të ndjeni mirë, do të thotë që edhe që të rrisni Zot apo univers të jeni të
është një mrekulli për arsye sepse ne jetojmë në këtë univers, Zotin e kemi në zemër, është zemra jonë, në shpirti jonë. Pra është kjo selia, zemra selia e shpirtit, dhe shpirti është fryma, dhe të gjithë kemi ardhur me frymën, edhe me frymën do të lem. Pra ne vazhdojmë, po jetojmë pavarësisht se çfarë sfidash, dhe në këtë rast mantra i dashur, Zot, univers, apo vetja jote, pika, çfarë doni të thrisni se jeni unik, e bekoj rrugën e prishur për të cilën më solli këtu, ku jam sot. Bëhem një me gjithë ekstazën për të shëruar dhimbjet, me qëllim që të arri të jetoj në dy këmbët e mia, në këtë tokë, e tëra, komplet, e dashur, ashtu si krijesa më ka krijuar. Faleminderit. Pra, duke përdorur këtë, në çfarë do lloj situati që t'jeni, ju i dërgoni universit, pra në këtë rast shpirti juaj është gati. Dhe ajo që ju tash, mos u çuditni që universi punon aq shpejt nëse ju zgjidhni të doni veten, pra kjo është ftesa. Të fillojmë të lidhemi me veten tonë. Çfarë do të arrijmë? Do të arrini hap pas hapi, duke besuar se ky është qëllimi, të besoni në veten tuaj, të besoni që po jetoni, të besoni që po merrni frymë, të besoni në atë që ka dhe një rrugë tjetër dhe ju keni një shans tani, sepse çdo vit vin frekuenca të larta për të cilën shkëlqejnë optimizëm, dritën, vërtetësinë e mësimeve të mençurisë së jetës që ka dhe një jetë tjetër. Dhe kush është jeta tjetër? Ne nuk mund të rrimë më vetëm me mendjen, pra me atë që ne kemi mësuar dhe kemi marrë nga të parët dhe i kemi reflektuar në marrëdhëniet tona, dhe prandaj ka shqetësime në çdo aspekt, brenda familjes, me prindrit, me motra, apo romantik, apo me shoqërinë, apo në punë të tjera, pra kudo që ka shqetësime, ndoshta dhe ekstreme, mbi të gjitha që nuk realizohet ëndra dhe dëshira jonë, dhe shpirti juaj çfarë do ju sjelli, do ju tregoj që ju keni vlerë, ju jeni dashuri, ju jeni si ju jeni, sepse ne jemi, dhe në këtë rast është shpirti jonë. Dhe ky shpirt po na fton që do të mësojnë përse shpirti na solli këtu, në kohën që ju jeni duke dëgjuar këto video, apo atje ku ju rezoroni se jeni unik, çfarë ndodh me ju dhe që qëndroni me veten, ju e ndjeni që nuk jeni më si më parë, pra çdo ditë, edhe pse ndjehet e vështirë, herë mirë, herë jo mirë, përsëri ju vazhdoni, ju jetoni dhe ju e ndjeni që keni dhe momente, pra që është ndjesh mirë dhe sigurisht dhe jo mirë, por jeta kështu është. Pse ka diell? Pse nuk ka diell? Pse ka ditë? Pse ka natë? Pse ka shi? Pse nuk ka shi? Pa kështu është dhe me shpirtin tonë. Çdo gjë është në lëvizje, çdo gjë pra është në zhvillim. Dhe kjo që ne kemi ardhur tani, dhe ne jemi rritur, dhe jemi zhvilluar, pavarësisht se ka lëndime, pra atë që ka ndodhur me ne. Por ama nuk jemi më fëmijë. Nuk e kaluara është atje, nuk mund të kthehet askush në të kaluarën, çfarë kaloi. Tani në këtë moment, pra ju jeni bërë edhe pse nuk i kuptoni se çfarë është zimi i shpirtit, pra që ndjeni në pengesë, përsëri shpirti juaj ju do më shumë se askush dhe ju shtyn që ju të vazhdoni përpara, dhe kjo është kërkoni atë se çfarë shpirti ju fton që të ndiqni, pra të besoni në veten tuaj. Dhe çfarë ndodh është që kjo intuit juaj që merrni mësimet e shpirtit për t'i dhënë shpirtit tuaj atë që ushqimin që dëshiron, higjienën e shpirtit, ashtu si ne lajmi në dush, do t'ju bëj ju që të arrini edhe të kuptoni pse çfarë po ndjeni ju, pse po ndjeni si po ndjeni. Ndërkohë është ju gjatë rrugëtimit do të merrni mrekulli, që do të thotë ne nuk jemi vetëm, dhe çfarë ju shihni në ëndra, çfarë ju shihni në tokën mam apo dhe në qiell, sepse ju drejton shpirti, janë të gjitha përgjigjet e lutjeve tuaja. Pra
unë nuk do ty në këtë, se kush janë përgjigjet e lutjeve, por të jeni të sigur që kur ju ndiqni shpirti bën pyetje dhe ju bum, ju vjen mesazhi, nuk jeni vetëm, pyet, lidhu me shpirtin, pyet e shpirtin çfarë kërkon. Për atë që ju ndjeni, si ta zgjidhni, si të bëni, dhe ndërkohë është që të kuptoni që gjatë rrugëtimit ju do të kaloni fazë më fazë, dhe ajo që do të kuptoni është pse ndiheshit si ndiheshit. Pse shpirti ju solli këtu dhe është që ju jeni për të krijuar dhe çfarë ndodh? Ju po krijoni atë shërimin tuaj, apo rritjen tuaj, apo transformimin tuaj, apo atë që ne do të dalim nga tuneli i zi në dritë, sepse ne jemi esencë dritë. Tjetër, kjo rritje, ky transformim do t'ju bëj ju apasapi që ju do të kuptoni që kush jeni. Pra në vetvete dhe ajo që bëhet në proces, ju do të doni veten. Pra në fillim ishit që çfarë po ndodh me ju, ju do të arrini të doni veten. Dhe në këtë moment që ju filloni të doni veten, ju fillon transformimi i emocioneve tona. Pse? Sepse ju keni hapur zemrën. Pra në fillim është një problem për arsye sepse prandaj po ju tregoj besoni në vete, është që merreni me mendjen, është një lloj si në jetën e parë. Dhe pse je e zgjuar, dhe pse pra ju nuk jeni vetëm. Atëherë çfarë kërkohet thjesht? A mundeni që duke u lidhur me veten tuaj të observoni mendimet, mos i gjyko, mos i kritiko, thjesht, është vetja jote, është ego jote, është ajo identiteti që ne kemi krijuar, ku një pjesë shpirti do ja u tregoj që nuk është e juaja, një pjesë është që e kemi krijuar vetë. Pra në këtë rast, e gjitha që bëhet është që ne do të arrim, pra duke hapur zemrën dhe duke u lidhur me trupin ton, çdo ditë me trupin ton, sinqerisht. Fillojeni me pak, ju do të arrini të jeni të durueshëm dhe një nga këto gjërat krijohet zakoni juaj, është dalja në natyrë, është meditimi në shtëpi, me qetësi, me udhëzues, apo meditar, apo gjë muzike, frymëmarrja juaj, lutjet tuaja, afirmimet tuaja, që të gjithë jeni unik, por që të gjitha këto kanë radhën e tyre në kuptim, nuk ka gabim se çfarë ju nisni. Por gjithçka bëhet që ju të ndiqni atë që ju bën mirë ju dhe ju rrit energjinë. Edhe pse gjërat do të përsëriten, unë e shërova si ka mundësi, unë ndjeva mirë, pse u ktheva përsëri? Të kuptoni që shpirti ju do më shumë dhe asgjë nuk vjen pa shkak, vjen që të liroheni tërësisht, sepse mënyra se si ke vepruar ose si e ndjer, nuk ka asgjë që ka gabim dhe mirë. Është thjesht ajo që ne trupi jon është energji dhe në këtë rast kërkon kohë që të mësohet me zakonet tuaja të reja. Këtë do shpirti, ne do të lëmë çdo lloj zakoni që kemi marrë nga të tjerët dhe do të krijojmë zakonet tona. Pra do të krijojmë identitetin ton, do të krijojmë egon ton, do të krijojmë atë që ne kemi vlerë, dhe këtë vlerë e kemi në zemër. Dhe kjo zemër në momentin që hapet është ajo që do të na sjellë besojmë, dhe duke besuar kemi besuar në jetë. Duke besuar në jetë që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, jeta jonë është akoma dhe më e lehtë. Vetë vlerësimi, për sa kohë ju do të shihni këtë tjerat, sigurisht nuk është jeta jonë. Prandaj që të gjithë jeni të ftuar që të kuptoni që jemi unik, dhe si është unik, edhe brenda shtëpisë ne jemi ndryshe. Jemi ndryshe, që të gjithë e dini këtë. Është ditëlindja jonë. Pra ne jemi unik se është ditëlindja jonë, që do të thotë jemi që të gjithë sillemi ndryshe dhe që të gjithë kemi edhe jo vetëm sjelljet, por edhe jemi të ndryshëm. Pra me një fjalë është ajo që ne nuk mund të krahasohemi me të tjerat, pra mos e vlerësoni veten me të tjerat. Ndërkohë, të kujtoni dhe të mbani mend, ju nuk mund të ndryshoni të tjerët. Ju qeni nga koka, çfarë kërkoni, marrëdhënie apo që në çdo aspekt të jetës që kërkoni të arrini atë që ju dëshironi, ju nuk mund të ndryshoni, të prisni nga të tjerët, tjetri e ka fajin. Pra unë jo, gaboni në qoftë se ju kërkoni këtë gjë, se doni të ndryshoni të tjerat, ju jeni të lidhur me të tjerat dhe gjërat që ndodhin dhe që ju shqetësojnë nuk ndodhin.
se pashkak je dhe ti aty, pra çdo gjë, pra të kuptoni që e gjitha bëhet që për të vazhduar, për të arritur në vetvlerësimin ton, do të lidhemi me veten ton. Dy gjëra duhet marrni mend, e para të mos të jeni të vëmendshëm, ju nuk keni pse kërkoni falje. Nuk keni pse kërkoni falje. Sepse në momentin që ju kërkoni falje për çfarë do lloj situate që ndodh, ju do t'ju merret kjo si një dobësi, dhe jo vetëm si një dobësi, por edhe marrëdhënia apo çdo gjë kudo që të jeni do të jetë akoma dhe më shqetësuar, akoma dhe me energji më të pa respekt e tjera. Ashtu sikurse një pjesë nga ju që të gjithë ne jemi të ndjeshëm. Dhe kushdo jemi të ndjeshëm. Dhe çfarë ndodh me ne? Është ajo që ne kemi krijuar, ne ndihmojmë, se e ndjejmë, e kemi këtë, ne ndihmojmë. Ne po ashtu vlerësojmë njerëzit, pra dim të vlerësojmë, por ndërkohë edhe çfarë ndodh me ne është që edhe krijohet ajo që ne i japim imazhin dikujt tjetër. Dhe kjo vetëm për arsye sepse është ajo që unë të bëj mirë që edhe të gjej mirë. Pyetja është, edhe pse keni bërë mirë, ashtu sikurse dhe unë, çfarë arritëm? Pra që të gjithë është ajo që herë ta vonë ne do të lidhemi me shpirtin. Pyetja është, a doni të jetoni edhe këto kohë që ju ka ngelur, sido që t'jeni në çdo kohë, me rrjedhën e jetës, së ndryshimeve kozmike, pra me energji, me dridhjet tona, por edhe me rritjen e ndërgjegjësimit ton. Që të dyja mekanizma, se ky trup multidimensional ka kokë, ka mendjen, pra truri në këtë rast, ashtu sikurse edhe shpirtin janë truri i zorëve, sepse janë të lidhur. Dhe kjo është që ne kemi qenë në rolin viktim, nuk ka rëndësi çfarë iku, ne do t'i lëm atje, nuk do të gjykojmë, nuk do të kritikojmë. As njerëzit, sigurisht që ka njerëz që nuk kërkojnë të ecin me ritmin e jetës, sigurisht që janë unë, por ata janë të pakët. Ne jemi një klasë e pa privilegjuar, aq shumë ne jemi më të shtypur edhe pse jemi më të lodhur. Prandaj edhe kjo vjen sepse është ne kemi nevojë për të tjera. Dhe pse është nevoja? Sepse jemi të shkëputur nga shpirti. Nuk ndjejmë atë që ne ndjejmë, por ne reagojmë duke qëndruar edhe duke pranuar edhe atë që jeni një marrëdhënie, po marrëdhënie që nuk shkon mirë dhe përsëri qëndron. Dhe është një zinxhir që përsëritet, pra është bërë një rutinë. Sido që t'jetë, jo vetëm që ju jetoni një jetë të shqetësuar, por këto janë stresore dhe një ditë ju do lidheni me shpirtin, është 45 vjeç, sepse në këtë kohë lidhet me shpirti që merr mësimet tamam. 45, 50, 55, 60, në prag të vdekjes, ju do të lidheni me shpirtin erdhën, me shpirtin do të shkojmë. Por, kur vi koha, nuk do të keni fuqi, nuk do të keni energji, do të ndjeni të vetmuar, do të ndjeni të raskapitur nga sëmundjet tuaja, pra nuk po jetoni. Dhe është me të vërtetë për të ardhur keq se jeta është e shkurtër. Sa hapni e mbyllni syt ka ikur, prandaj është tani që jeni në këto video, bekojni dhe ndiqeni hap pas hapi, edhe në qoftë se ndjehet sikur është që se kuptoni, sigurisht është diçka që nuk e keni mësuar në askund. Prandaj shpirti jot që kërkon të rilindi, pra ne lindëm kur erdhëm në këtë tokë me ditëlindjen tonë. Tani në këtë kohë ju jeni të rilindur sepse ju jeni lidhur me shpirtin tuaj. Tjetër çfarë kërkohet? Kërkohet që vlerësimi juaj do të thotë që ju të bëni gjërat që ju doni, bëni gjërat që ju bëjnë ju mirë, atë që ju bën mirë, atë që ju jep me të vërtet ju rrit energjinë, ju jep dashuri, edhe nëse jeni në një marrëdhënie dhe vazhdoni akoma, edhe nëse ndihmoni, nuk ka asgjë gabim fëmijët tuaj e tjera, gjej kohën dhe jepi vetes se ke vlerë, ke dashuri, kënaqu me atë që të bën mirë ty dhe që të rrit energjinë, dhe ndiqe këtë hap pas hapi që do të bëhet zakoni jot, veprimi jot. Kjo është mrekulli, të ndjekësh atë që të bën mirë ty. Tjetër është që ne do të lëmë me të vërtet
do të heqim qafe frikën. Që do të thot frika? Sepse ajo që është në fillim, është frika ju vjen, pasiguria, frika, që pëndot me ju. Kuptoni që universi punon me dy gjëra, punon me frikën, punon edhe me dashurin. Nëse ju do të zgjidhni dashurin, të jeni të sigurt që ju jeni në rrugën e shpirtit, dhe shpirti ju do më shumë se askush tjetër. Nëse ju do të rrini me frikë, të kuptoni që frika është iluzion dhe ka një kuptim. Frika do të ekzistojë tek të gjithë ne, se e kemi biologjike, po jo frika e iluzionit, e asaj që ti po jeton në këtë, çfarë do lloj marrëdhënie, çfarë do lloj që ka ndodhur me ju. Prandaj, duke zgjedhur dashurin, ju do të keni më pak frikë. Dhe çfarë do të ndodhi? Duke u lidhur me trupin ton, dhe duke ndjekur higjienën e shpirtit, hap pas hapi, çdo ditë është ajo që ne është si një bebë. Si do të arrisni bebin? Do ngrihet direkt në këmbë apo do të jepni hap pas hapi? Po kështu jemi dhe ne, si beba, në kuptimin ju që jeni lidhur me shpirtin. Ne jemi tamam si fëmijë, sepse jemi lidhur me shpirtin. Është ele parë, pra kushdo që zgjohet, është zbulim, dhe kjo është ashtu si bebi rritet, zbulon, shef çdo gjë që ka përreth, njihet me nënën, njihet me babën, njihet me gjyshen, motër, vllai, tjera, po këto bin hap pas hapi. Pra kjo është dhe ne që do të rritemi, dhe në këtë rast duke pranuar që ne nuk kemi pse veprojmë me mendjen, sepse është iluzion, është një pjesë e kemi nga vetja, një pjesë, pra nuk mund të qëndroni me të kaluarën, se e kaluarën e ka mendja. Ashtu sikurse nuk mund të përpiqeni të shkoni në të ardhmen, në qoftë se nuk kalon këtë moment tani që shpirti të solli dhe që nuk ndihesh mirë. Kjo do të kaloj, çdo gjë do të kaloj, dhe kjo është që ne do të bëhemi të vetëdijshëm duke u lidhur me veten tonë, me shpirtin tonë. Pra të, përse kam frikë, përse ke frikë, përpyet e veten, dhe ajo që do të vazhdoj është të kuptoni që duke kuptuar që pyetjet që përse kam frikë, duke e planuar dhe duke e njohur atë, përse ke frikë, pra njihesh, do të thotë që ti je në rrugën e drejtë, dhe kjo është që do të arrini atë që kërkon shpirti, të lirohemi nga identiteti jon që kemi krijuar, dhe me të drejtë në atë kohë duheshe se ishte niveli ulët, ne do të bëjmë diçka, por ishte në rolin viktim, dhe kjo është që i morëm me vete për atë kohë ishte mirë, tani nuk është mirë, dhe prandaj po i ndjeni, sepse është drita që po shkëlqen në çdo shtëpi ku ka errësirë, dhe kjo është që ju po i ndjen trupi jon, pra trupi jon po i ndjen sidomos organet tona, dhe një pjesë nga ju që jeni lidhur me shpirtin, dhe vazhdoni me ilaçet, është drejta juaj se ju besoni atje, nuk besoni në trupin tuaj, çfarë kërkon, dhe çfarë ndodh është që ju i thoni vetes, është mosha, nuk ka të bëjë me moshë, energjia nuk njeh moshë. A jeni gati të dëgjoni shpirtin tuaj? Pra kjo është të hiqim frikën. Tani tjetër është në çfarë do lloj situate që ju jeni, në çfarë do lloj vështirësie që ndodheni, pyetja është, a jeni gati që të liroheni nga këto, se ka dhe një mënyrë. Atëre sigurisht ju duhet të planoni duke u lidhur me trupin tuaj, me veten tuaj, shpirti, pra jeni gati, jeni të hapur në univers, shpirti juaj do ju sjellë emocione që ju do të çuditeni, dhe këto emocione ju nuk keni pse i rezistoni, absolutisht ju do t'i lini, edhe jeni të vëmendshëm çfarë erdhi, ku e ndjeve në trup, çfarë pe në ëndër, çfarë pe jashtë, si u ndjeve, ku ndjeve, çfarë ndodhi me ty në këtë moment, pra dhe ajo që të sjell shpirti është që ne do t'i transformojmë këto. A jeni gati? Pra ne do t'i transformojmë, se energjia nuk shkatrohet, ato transformohen, dhe ne jemi dritë, ne jemi energji, dhe në këtë rast ne pra duke u lidhur me veten, me shpirtin që kërkon shpirti, është ne do t'i transformojmë këto, për arsye se emocionet, qofshin xhelozi, qofshin inat, qofshin zemërim, qofshin frikë, ankth, çfarë do lloj që keni,
Pra, që ndjeni në veten tuaj, pasigurie të tjera, është që kjo i kemi në trupin ton. I kemi si në jetë mendore, si në zorët e barkut, për arsye se trupi jon ka sistemin nervor, dhe ky sistem nervor është që ne jemi në esencë dritë, dhe ne jetëm lidhur me universin, është hapësira, është çdo gjë që ju shikoni në qiell dhe në tokë, dhe ne jemi të lidhur, pra fryma që merrni është universi, është jeta, është energjia, ashtu si kurse ne jetojmë dhe në tokë, dhe ne qëndrojmë në tokë, në dy këmbët tona, qëndrojmë, pra këmbët tërheqin tokën, energji toka tërheq këmbët dhe ne qëndrojmë në këmbë. Gjithsesi, ajo që të kuptoni, që të gjithë ju bëjni pyetje vetes, a keni frikë në këmbë në këtë moment? Sigurisht që ju nuk keni frikë, dhe pse nuk keni frikë, për arsye se ju po jetoni me momentin tani, ju jeni të lidhur me shpirtin tuaj. Ajo që të kuptoni është, kur ne jetojmë me shpirtin, pra për atë që na drejton shpirti, në moment për atë që ju bëni, që ju jep kënaqësi, ju do të mësoni përse i kemi këto emocione, pra do të arrini me shpirtin tuaj pse i kemi, dhe këto emocione që i kemi janë edhe nga, pra jo vetëm që i kemi krijuar ne, po dhe nga kultura, shoqëria, traditat, emocione, ato besimet kufizuese, pra çdo gjë të programuar sepse i kemi marrë me vete. Pra disa edhe që në bark të nënës, dhe ndërkohë është ashtu si kurse edhe vendi, për shumë në Shqipëri, ka dhimbje më të mëdha, dhe frika është në parc në klasin ku unë jetoj. Pse? Sepse edhe niveli i ndërgjegjësimit qëndron pra është i ulët. Në këtë kohë çdo gjë ka një shpejtësi, po vjen një shpejtësi, por avash do të vide në Shqipëri dhe ka hyrë, sepse jeni të lidhur tani, dhe një nga këto është edhe evolucioni digital që po na ndihmon që të marrim informacion akoma më të shpejt, por nuk do të rrim vetëm me informacion, por do të bëjmë dhe atë që kërkon shpirti jonë, dhe në këtë rast edhe në lidhje me emocione, dhe kjo është që ne do t'i transformojmë, dhe këto pyetja është, po përse na shfaqen? Këto shfaqen në momentin që ndodh diçka në lidhje me situatat tuaja. Kudo që t'jeni në çdo marrëdhënie, edhe për atë që ju mund të bëni një debat të vogël që për hiçgjë, të jeni të sigurt që ju jeni të lënduar, dhe ky është një shkaktar për të cilën ju keni këto emocione në zorët e barkut, dhe duke mos i ditur, reagoni direkt, sepse dini atë që unë do të mbroj veten dhe me të drejtë, por ne lëndojmë njëri tjetrin. Dhe kjo me të drejtë ishte për atë kohë, por tani ju e dini që ka një, pra nuk frika është iluzion. Duke pyetur veten pse ke frikë në momentin që e lidhur me shpirtin, do ta kuptosh që është iluzion. Ti po jeton. Për çfarë ke frikë? Frika nëse të vjen, kush po më ndjek, kush e bën? Ti po hecën, ti po jeton. Kush e bën? E bën mendja. Pra çfarë do lloj që të ndodhi? Kush është? Sigurisht është dhe biologjike, por kujdes me frikën e iluzionit. Tjetër, ne nuk mund të fiksojmë emocionet. Në qoftë se dëgjoni, edhe është e dëgjuar, të kuptoni një gjë që emocionet nuk fiksohen. Nëse ju i thoni vetes që që ka negative, mos e bëj, gaboni, emocionet, unë nuk flas me negativ, pozitiv, nuk flas fare, kam folur në fillim sepse isha në pafuqinë time, në momentin që u lidha me shpirtin. Jeta është një mrekulli, të dërgosh optimizëm, të jetosh me optimizëm, të jetosh me momentin tani, dhe të mësojmë nga ato që na sjell shpirti, dhe që na shqetëson, ti mësojmë, po jo ti gjykojmë, po të mësojmë, pse u ndjeva si u ndjeva, kush ishte arsyeja, pse marrëdhënia nuk shkoi mirë, pse jam smurur gjithkohon, pse humba punën, pse puna që bëj nuk më qëndron mirë, nuk më bën të ndjehem mirë e tjera. Kush më mban mua që të jetoj e lirë në këtë kohë e tjera? Kjo janë që të kuptoni që emocionet nuk fiksohen. Pra nuk është mirë sepse e zëm ndodhi diçka në marrëdhënien tuaj, edhe pse shpirti e zgjuar, sepse është bërë si diçka normale, ajo marrëdhënia që ju grindeni apo nuk ndjeni mirë, përsëri ju qëndroni, i përshtateni, dhe fakti është që apo jetoni,
apo jetoni jetën, pra nuk mund të fiksohen, sepse është energjia lëviz, dhe si lëviz, shqetësim se je shqetësuar, je lënduar, dhe vetëm shqetësim ke. Prandaj, ne që të gjithë do të bëhemi të vetëdijshëm dhe do të lirojmë nga këto, nga e kaluara jonë, pra nuk fiksohen, nuk kemi si por të kërkohet që të gjithë që të heqim kontrollin, sepse duke çdo individ në çdo marrëdhënie është në kontrollin e jetës, duke kontrolluar jetën, nuk ka përmirësim, nuk ka vetëm shqetësim dhe ju të rriqni atë. Pra, sa më shumë kërkon që të gjetësh një marrëdhënie të mirë apo më tash, edhe e bën nëpërmjet kontrollit dhe kërkon të ndryshosh tjetrin dhe nuk lidhesh me veten tënde, të kuptoni që ju kur nuk do të arrini në fuqin tuaj, ju vetëm do të shterohet energjia dhe do të ashtu si kurse ju ka sjell shpirti në këtë moment, sepse mori mësimet e veta, asgjë nuk ka ndodhur pa shkak, çdo gjë që ne kemi zgjedhur, nuk kam pse e gjykoj Dianën se bëri zgjedhjen si e bëri dhe tani është në një marrëdhënie që jetoj me veten time. Në fund të fundit unë e zgjodha atë marrëdhënie, unë e planova 30 vjet këtë jetë, por unë mësova ku më zgjoj shpirti, se erdhi mjaft është mjaft, pra mësova mësimet që nuk ishte ajo që ishte turp të mos ndajsha. Nuk ishte ajo që unë të mbroj veten, pra nuk do të lejoj kërkën e besimet që të mos me lëndoj mua. Dhe çfarë bëra? U përshtata, pra duke luftuar nëpërmjet egos, pra me njëri tjetrin, ego tjetri, se dhe tjetri i lënduar, edhe unë i lënduar, dhe kjo është që tani është koha që të gjithë të kuptojmë që duke u lidhur me veten tonë, ne do të lidhemi me zemrën. Duke u lidhur me zemrën, ne jemi lidhur me dashurinë hyjnore. Duke u lidhur me këtë dashuri pa kushte, është jeta më e bukur për të gjithë. Prandaj ne do të marrim shëndet, do të marrim përgjegjësi në veten tonë. Janë dy rrugë, o do të vuani me dhimbjet, pra atë që i përjetoni, edhe po ndoshta edhe në këtë moment, kudo që të ndodhi në situatë të vështirë, apo je duke mbajtur hallet e botës e tjera, apo çfarë po ndjen tani, janë dy rrugë, o dhimbjen, ose do të rrini të lidheni me veten tuaj, se ka dhe një mënyrë tjetër të jetës për të jetuar dhe për të rregulluar çdo gjë, jo vetëm dashurinë në veten tënde, po përreth, nëse do të jetosh në një marrëdhënie se varet si je, por në fillim të lidheni me veten tuaj dhe kur të vini në fuqinë tuaj, kur të vini në vetbesimin tuaj, ju do të jeni në gjendje të jepni rrugë mrekulli çdo gjëje, a punës, a shëndetit, a marrëdhënies, kudo në çdo aspekt të jetës. Tjetër është që nuk do të ishni dorë nga fiksimi të kaluarës, edhe ndërkohë edhe se çfarë do të sjellë ardhmja. Mësoni që të gjithë është që ne nuk mund ta kthejmë atë që kemi kaluar. Nuk mund ta rregulloni dhe mbi të gjitha është vonë të kthehemi mbrapa për të filluar edhe një nga fillimi. Por kur nuk është vonë për të filluar tani çfarë po ndodh me ty në këtë moment, në çdo lloj aspekti të jetës, çfarë po ndodh me ty në këtë moment, nuk është vonë. Dhe në këtë rast, duke u lidhur me shpirtin për atë që sjell, të mos rezistosh, po të besosh se shpirti më iq thjesht të lis, të gjesh kohë të rrish me shpirtin që të ndjesh trupin tënd, të ndjesh këmbët tënde në tokë, të ndjesh që po merr frym, të ndjesh që kjo zemër punon, të ndjesh çfarë ndjen në trup, të kuptoni që të gjithë ju që keni sëmundje apo që i tregova sëmundje, divorc apo marrëdhëniet nuk janë mirë, apo puna apo çfarëdo lloj, apo që jeni zgjuar në këtë kohë, pra nuk planoni më se çfarë ka kaluar, ju jeni të lidhur me shpirtin. Dhe kjo është ju nuk keni pse merreni me të kaluarën, ju ndiqni shpirtin. Ndiq shpirtin tani në këtë moment, jepi kohë vetes, dhe kjo është ne do të lëm hap pas hapi dhe ne ndihmojemi dhe vetë energjia e kohës juve për një kohë për 3-6 muaj ju do të kuptoni që ju jeni ndryshe nga si ishit. Pra
e kuptoni që diçka po bëhet, po ecën mirë me shpirtin tuaj, pavarësisht se ka vështirësi, po përsëri jeni më mirë se që ishin në fillim. Pra, kjo është në momentin që ju, shpaza e parë zgjimit, është zgjimi i parë, që ju do të arrini të kuptoni se kush ishit. Pra, sa më shumë lidheni me trupin tuaj, sa më shumë ju ndjenit atë çfarë ndjeni, ju do të arrini të kuptoni se kush ju ishit. Pra, ne ndihmojemi. Në këtë moment ju do të filloni fazë tjetër, do të filloj transformimi i energjive. Pse? Sepse ju jeni lidhur tani me veten tuaj, ju doni veten tuaj, dhe në këtë moment do të filloj edhe ajo që ju e dinit kush ishit tani, do të mësoni kush ju jeni, dhe kush ju jeni është që do të lidhemi me veten tonë. Do të lidhemi, do të hyjmë akoma më shumë me atë çfarë shpirti kërkon dhe ju drejton, dhe në këtë rast bëhet për rritjen, për transformimin ton, dhe mbi të gjitha do të kuptojmë që jo vetëm që ne do të mësojmë pra të metat dhe të mirat nga emocionet, pra ato çfarë ne kemi kaluar, sepse do t'i ndjejmë, dhe sa herë që ju ndjeni, aq herë ju jeni në çlirim, do të kuptojmë që kush ishin pengesat që ishin kufizime që ne nuk arritëm, pra atë që ne deshëm ose dëshironim, ose që jemi këtu ku jemi sot, dhe ndërkohë është që të gjithë ne kuptojmë që ajo që na bënte neve, pra që kuptojmë ajo që na bënte ne që të buanim, ishte thjesht mendja. Pra kur ne kërkonim të jepnim përgjigje me mendjen, kjo është e kaluara, dhe kjo ishte që duke i dhënë përgjigje atë shpirti kërkon diçka tjetër, ne i japim pra me përgjigje me mendjen. Këtë ne e kuptojmë sepse ne i qetësojmë mendjen. Dhe kjo është bukuria e shpirtit. Ne bëhemi të durueshëm, ne bëhemi të vendosur, ne krijojmë zakonet tona, sjelljet tona, fjalët tona, varësitë tona, pra ne i kuptojmë këto gjëra, dhe çfarë del që ne e kuptojmë tani që emocionet i kthejmë në mirësi, në dashuri, në falje, në respekt, në mirënjohje. Në fund të fundit është e kaluara jonë, dhe kjo është që nuk ndikon se e sjellim në këtë moment. Pra, çfarë do të thotë? Shpirti na mëson t'i pranojmë, me të vërtet ashtu si ka ndodhur, t'i njohim të metat, të mos i përsërisim, të mirat t'i marrim me vete, sepse do të lirohet, dhe në brendësi fëmia jon i brendshëm, i ershëm, që e kemi të dimshëm, dhe e kemi që të gjithë, sidomos gjeneraca ime, por është ajo që ne falim veten se shërohemi, falim të tjerët se lirohemi, edhe japim mirësi dhe dashuri, dhe ecim përpara, dhe ne e dim se si të veprojmë, dhe kjo është që ne nuk fiksojmë, pra gjejmë, nuk merremi me të kaluar, nuk merremi me të ardhmen, atë që na bën shpirti tani ecim, pra sot na çon nesër. Tjetër është që të gjithë çdo gjë është e përkohshme. Pra që të gjithë ta dini, çdo gjë është e përkohshme, edhe universi zhvillohet, si ta dini, gjeneraca nga gjeneraca, ne më mirë se prindrit fëmijët tanë, më mirë se ne në lidhjen e rritjes së energjisë, është një energji e pastër, një energji e shpejtë, sidomos në këtë shekull. Të kuptoni që i ka të dy anët, pra në një anë do të ndjej, kështu është jeta, në një anë do të ndjehet vështirësi, do të ndjehet, edhe po i ndjeni në këtë kohë kriza e tjera, asgjë nuk ndodh pa qëllim. Pra asgjë nuk është e prershme, asgjë nuk është e përkohshme. Ajo që kërkojmë ne, që jeta është në një vit të drejtë, është nga ne si qenie njerëzore e kemi krijuar nga roli viktim. Pra jeta është në një vit të drejtë, dhe jeta nuk është në një vit të drejtë. Pse? Sepse ju nuk keni qenë të sëmurë. Pse u sëmurët tani? Pse erdhi në këtë kohë? Ju ndërroni që marrëdhënia juaj është e përjetshme, ndoshta jeni divorcuar, a ndodhi, pra asgjë nuk është e bashkangjitur, asgjë nuk është e prershme, pra ndodhin pra divorce. Ashtu sikur se jeni në një marrëdhënie, si ishit në fillim, kur u njohët me njëri tjetrin, çfarë ndodhi më vonë? Pra asgjë nuk është e fiksuar, që do të thotë çdo gjë është e përkohshme. Pra kemi anë të mira, kemi dhe anë, edhe në jetën tonë kemi kaluar dhe të mira. Kujtoni lindjen e fëmisë, apo dasmën tuaj, apo dashurinë në atë kohë, sepse njiheshim me njëri tjetrin, shpirti njihte. Më pas çfarë ndodhi?
Pse ndodhi këto gjëra? Për arsye se ishte dashuri në nevojë. Pra ishte në nevojë, ishte në atë që ne mësuam si të parët dhe vazhduam dhe ne. Pra asgjë nuk është në këtë kohë, nuk është e fiksuar. A pranoheshe në kohën tonë që të bashkëtoje me dikë? Tani pse ndodh? Dhe jo vetëm që bashkëtojnë, por kanë dhe fëmijë, edhe nuk ka asgjë, që të gjithë ne jemi të lirë, që të gjithë bëjmë atë që ne ndjejmë. E vetmja gjë është, nëse ne në shpirti na zgjon dhe kërkon zbulimin për atë që na shqetëson, atëre ta ndjekim. Pra kjo është e thjeshtë me qëllim që ne të bëjmë gjërat që duam ne, dhe jo si duan dhe si presin të tjerët. Këtë i qeni nga koka. Kujtoni që si erdhët në fillim të zgjimit tuaj, si ishim, çfarë ndodhi me ne? Ndodhi një mrekulli, pra ndryshojmë, pra lëvizim. Ashtu sikurse edhe të mirat, edhe gjatë kohës që ne kalojmë në procesin tonë, ne kemi herë ndjehemi mirë, nuk ndjehemi mirë. Pra çdo gjë lëviz, sepse jeta ndryshon. Është energji, energjia nuk fiksohet dhe jeta është në vazhdim, në zhvillim. Pra çdo gjë është e përkohshme, çfarëdo lloj që këtë kaloni është e përkohshme, çdo gjë është në zhvillim, kështu është dhe me shpirtin ton. Edhe nëse kaloni vështirësi, besoni se është për të mirën tuaj, jeni në rrugën e drejtë, sepse shpirti do kohë që të mësohet me zakonet, me sjelljet tuaja, me fjalët tuaja, do kohë që të fusi këtë koeficient të dritës, pra këtë energji të re që po krijojnë vetë ne që të vazhdojmë të rritemi. Tjetër është që çdo gjë ne kemi në trupin ton. Pra, nëse ju jeni bërë të vetëdijshëm dhe e dini se kush ishit, dhe ndoshta e dini dhe kush jeni, por nuk vazhdoni akoma të lidheni me trupin tuaj, besoni që ju kur nuk do të arrini që të krijoni atë që shpirti juaj kërkon, sepse shpirti ne jemi krijues, pra ne ndihmojmë, ne mësojmë dhe ne krijojmë. Pra bëhet fjalë që ju mund të jeni lidhur me shpirtin dhe shpirti ka bërë një punë të mrekullueshme dhe e bët një punë të mrekullueshme, por nëse ju nuk vazhdoni se shpirti kërkon rritje, zhvillim, do të thotë që ne jetojmë me këtë shpirt dhe përderisa shpirti jeton, ne vazhdojmë çdo ditë në këtë jetë pra çdo gjë janë dhe sidomos realitetet janë dy realitete. Në një anë flen njerëzit, ndoshta partneri juaj është me energji tjetër, fëmijët tanë ose prindrit tanë e tjera, sepse jemi në dy realitete edhe ju që jeni zgjuar. Por të kuptoni që energjitë e ulta për të cilët i kemi në trupin ton, i kemi në zorët tona, dhe prandaj ne do të hyjmë, do të lidhemi me trupin ton. Është në trupin ton për të gjithë ju. Edhe nëse jeni të ndërgjegjësuar se çfarë po ndodh, por nuk arrini të jepni zgjidhje asaj që ju dëshironi, kërkoni apo të krijoni, do të thotë që ju i keni lëndime dhe këto lëndimet janë në zorët tuaja. Prandaj është që do të lidheni me veten dhe kur mos harroni që ne do të rilindim duke i transformuar këto energji. Mësoni që ajo që do të arrijmë duke transformuar, duke u lidhur sa më shumë me veten tonë, duke hyrë në brendësi, pra duke ndjerë në zorët tona, ashtu sikurse dhe hijet mendore, çfarë do të kuptoni është që ne do të kuptojmë që ne kemi vlerë, ne kemi talent, sepse duke liruar në zorët e barkut është fëmia jonë lirohet, pra do ta ndjeni që e ndjeni veten si një fëmijë, e ndjeni që do të krijoni atë që ju doni kur ju lidheni me trupin, sepse çdo gjë është në trupin ton. Pra nëse ndjeni të lënduar, jeni akoma të lënduar. Nëse ndjeni optimist, nëse ndjet jeta një mrekulli, dashuri, dëmshuri, paqe, gëzim, atë që ju ndjeni, ju jeni në gjendje ta krijoni atë që shpirti ju solli këtu. Pra të manifestoni. Kjo do të arrihet vetëm me dy gjëra. Nuk duhet kemi durim, pra durim, dhe mos u bashkangjisni rezultatit. Shpirti është jeton dhe çdo ditë ne jetojmë
Kjo kërkohet nga ju durim dhe mos I bashkangjit një rezultat të bobot. Unë isha mirë pse ndodhi kështu, sepse ju shqetësojeni dhe ju ktheni pa e kuptuar, ju ktheni përsëri e lëshoni energjinë. Pra në kohë që rriti, besoni, vlerësojeni që çdo gjë punon për ju. Tjetër, ju nuk keni nevojë të ndryshoni për të tjerët. Nëse ju doni të ndryshoni për të tjerët, është e drejta juaj, por ju jeni komplet. Ju merrni frym, ju keni këtë zemër, ju jeni komplete, kemi shpirtin, kemi gjithçka këto organi që vazhdojnë. Edhe nëse janë që ndjen të dhimbshme, kur ju lidheni me trupin tuaj, por dhe sëmundjet më të rënda, është që do të çrojnë. Pse? Sepse kur lidheni me trupin ju të çlironi energji, ju transformojnë, lidheni me shpirtin dhe vetvetiu çdo qeliz e jona shkarkohet, pra që ndjeni lëngje në bark ose dhimbje, pra dhimbje fizike që u tregova. Pra gjithsesi të kuptoni që ne jemi të pranojmë veten që ne jemi pra nuk ndryshojmë për të tjerat. Dhe ajo që është, ne do të lidhemi me veten tonë, ne nuk është se do të ndryshojmë, ne do të transformojmë gjërat. Ne jemi një lloj si gjithë të tjerët, vetëm se ne do të lirohemi tani nga këto blokada që ne kemi në trupin tonë. Pra, dhe mbi të gjitha, ajo që ne do të kuptojmë është që do të lirohemi edhe nga ajo që ishim të pasigurt, nga ajo që gjykoni veten, unë jam e pamjaftueshme, unë nuk jam e zonja e të tjera. Pra, këto ishin që ne na mbani ne që nuk ishim në energji, nuk ishim të motivuar apo për të bërë atë që ne dëshironim. Të gjithë të kuptoni që duke u lidhur me trupin ton, ne do të lirohemi dhe do të rikthejmë energjinë tonë. Tjetër, por si do të bëhet, sepse është kjo do të shkëputemi nga kontrolli, që do të thotë që të gjithë kontrolli është iluzion. Vjen nga që ne kontrollojmë jetën. Kontrollojmë jetën dhe në familje, kontrollohet jeta edhe në shoqëri, në sistem, në politike, kudo. Që do të thotë që ne kemi shkatërruar me këtë iluzion, pra me një anë vetëm me mendimet, pra duke punuar me mekanizmin e mendjes, ne nuk jemi mendimtar. Ajo është thjesht që ne na shërben për të komunikuar, për të vepruar, për të menduar dhe ndërkohë se mendojmë fjalët tona janë mendime dhe të sillemi me të tjerat dhe kjo ka bërë që jo vetëm që ne jemi shkëputur, pra jemi kthyer sklever të njëri tjetrit, nuk kemi respekt për njëri tjetrin, por dhe kemi shpërdoruar dhe në natyrë, pra nuk jemi më, çdo gjë është e shkatëruar dhe kjo është kërkohet që të gjitha ka ardhur nga bota e materjes. Ne kemi ndjekur botën e materjes. Bëj, dhe është ajo që edhe nëse jeni I pasur, dhe nëse mund t'ju ndihmoj që të ecni qetë në jetë për të paguar këto shpenzime tjera, por a jeni të qetë? Asnjëherë, herët ta vonë, edhe ai më I pasuri do ta kuptoj se do lidhet me shpirtin. Tjetër është të kuptoni që ne jemi të shkëputur nga njëri tjetri, dhe fizikisht ne jemi të shkëputur, si edhe në marrëdhëniet tuaja, që mund të keni jetë të tërë, nuk ndjehet më intime. Jo vetëm me veten tuaj, por dhe nëse jeni në romantiku, nuk ndjehet më intime. Ashtu sikurse edhe me të tjerët nuk ka respekt, ka pavërtetësi, ka manipulime, ka korrupsion, shtyrje e tjetrit, vetëm e vetëm të dalësh përpara, por të kuptoni që universi punon, jep dhe merr, shkak dhe arsye, optimist dhe jo optimist, pra I dualitetit e tjera, këto ekzistojnë, pa le pastaj ligje të tjera e shumë. Ndërkohë është ne që të gjithë do të, pra me durim do të shkëputemi nga ego, pra nga identiteti vjetër dhe duke dëgjuar shpirtin ton, ne do të krijojmë të rihun. Mësoni që vetëm kjo mënyrë është që ne do të arrijmë në mirëqenien ton në të gjitha aspektet e jetës, në lidhje me trup, shpirtin ton, në lidhje me mendimet tona, në lidhje me trupin ton fizik, ashtu sikurse edhe me emocionet të mençura. Që të gjithë të kuptoni që kemi ardhur nga energjia dhe që të gjithë e dini kemi ardhur thjesht dhe po kthehemi në energji. Çfarë do lloj që ndodhi me ne, që ne u dukëm sikur nuk kemi, se u shkëputëm nga bota e materjes, u lidhëm me emocionet.
Ku jeni tani? Si e ndjeni veten? Ose edhe nëse jeni apasapi, e ndjeni që ka ndryshim. Pra ne lindëm dhe rilindëm pra me shpirtin ton. Pra jemi lidhur me shpirtin, ne erdhëm me shpirtin dhe përsëri jemi lidhur me shpirtin. Pra ju rilindëm. Që do të thotë që të gjithë ne kemi dal nga energjia, për shembull prindrit tanë na sollën ne, ose ne kemi sjell fëmijët tanë e tjera. Ajo që të kuptoni ka fillim, ka edhe mbarim, ka jetë, pra lindje, ka dhe vdekje, ka fitim, ka edhe humbje. Gjithsesi të kuptoni, ka lindje, ka dhe rilindje. Pra dhe ne kemi ardhur nga energjia dhe ne do të rikthehemi, do të lidhemi me energjinë dhe në këtë rast ne do të lidhemi me të vërtet ashtu si ne kemi qenë fëmijë nga 0 deri në 7 vjeç, se kjo është mosha e fëmijërisë. Me të vërtet dhe pastaj ne filluam në shkollë dhe mësuam ato që morëm nga shoqëria apo dhe nga jeta e eksperiencës. Pra që të gjithë ajo që ne kuptojmë është që ne shkëputemi nga bota e materjes, ne fillojmë jemi të lidhur me emocionet, sa më shumë ne i ndjejmë emocionet çdo ditë sepse është shpirti, është që ne i bëjmë emocionet pra mjeshtër. Ashtu sikurse është edhe ne kalojmë nga një fazë në një fazë dhe pse përsëriten jemi përsëri në rrugën e drejtë dhe ajo që ne arrim ne me shpirtin ton ne lëm rolin viktim dhe ne ndriçohemi, ne lëm nga një trup i bllokuar me energji të ulta në energji të bëra master, pra me një trup që merr frym lirshëm dhe ecën me rrjedhën e jetës së universit, ashtu si krijesa na ka krijuar. Pra çdo gjë është energji dhe ne jemi energji. Dhe së fundi ne nuk jemi vetëm, ne kur nuk kemi qenë vetëm, ne kur nuk jemi vetëm, dhe kur nuk do të vazhdojmë vetëm. Përse, sepse që të gjithë në mënyrë të vetëdijshme apo në mënyrë të pavetëdijshme me ndërgjegje apo pa ndërgjegje, ne kemi thirrur gjithmonë në situata të vështira, o Zot, përse jeta ime nuk është e mirë, çfarë kam bërë unë, pse jam e dënuar e tjera, ashtu sikurse edhe për ne që, domethënë, o Zot, faleminderit që ndodhi kjo mrekulli ose çfarë ndodhi me ju e të tjera. Pra vjen nga shpirti. Pyetja është tani që ajo lutje që bëjmë ne është vërtet që janë në mënyrë me ndërgjegje dhe pa ndërgjegje, në fuqi dhe me ndjenjë. Kush është ndryshimi në lidhje me fuqinë dhe me ndjenjë? Është që e bën shpirti, sepse ne kemi kur hapim zemrën, ne kemi lidhjen direkt me Zotin, ne kemi Zotin në zemër. Pra lutjet shpirtërore ndryshojnë nga lutjet në pafuqi. Qofshin dhe ju, nuk gjykoj njeri, besoni ku të doni, në fetë tuaja, që fetë janë të ndryshme, mësoni që është në pafuqi. Pse është në pafuqi? Sepse është nga ana e njashme e mendimeve, pra është nga ana e egos, e identiteti që ne kemi krijuar me lëndim, ndërkohë që ne jemi duke ecur. Pra edhe nëse shkoni në doktrinat, pra që ndiqen këto gjërat është e drejta juaj, kuptoni një gjë, nëse ju nuk lidheni me shpirtin tuaj, këtë do Zoti, këtë do zemra juaj, sepse e kemi që të gjithë dhe Zoti nuk njeh fe. Zoti është i të gjithëve dhe gjithçka, pra çdo gjë është energji, e ka krijuar me perfeksionizëm çdo gjë për ne që të jemi të lidhur me njëri tjetrin, me çdo gjë dhe me gjithçka, ne jemi një, është ekzistenca. Pra nuk ka ndarje, unë kam këtë fe, tjetri ka atë fe, tjetri. Ne do të respektojmë njëri tjetrin ashtu si ne jemi. Dhe vetmja gjë është që fuqia e lutjes tuaj për të ecur dhe për të arritur ëndrat tuaja është kur vjen direkt nga zemra juaj. Pra lutja juaj del nga me ndjeshmëri. Vetëm këtë njeh universi sepse është energji. Ndërsa mendja është e fiksuar, është e ngurtësuara dhe kjo është edhe pse luten njerëzit duke qenë me mendje, përsëri janë të shqetësuar sepse nuk janë të lidhur me shpirtin, nuk janë të lidhur drejt për drejt. Është e vërtet që ne jemi të lidhur me qiellin dhe me tokën, por të kuptoni që edhe lutja ka një ndryshim. Pra do të thotë që kur ju dyshoni nuk është besim,
edhe në qoftë se ju besoni apo shkoni në për gjëra që kërkoni ndihmë. Gjithsesi ju ndihmojeni, por ju duhet jeni të vëmendshëm, por që të jeni të vëmendshëm duhet të lidhemi me trupin, sepse vetëm shpirti sheh gjërat që na drejton, që ne ja bëjmë wow, dhe këto janë sinkronizimet që ne shohim në tokë dhe në qiell, me ëndrat tuaja, me çfarë dëgjoni brenda në trupin tuaj, dhimbjet ato sigjil për aromë, apo ajo ngrohtësia, apo sinkronizimet me njerëzit që ju rezoroni, me ato që shipni shpend kafsh, në qiell yjet, diellin, hënën e tjera, që të gjitha këto, ylberin e tjera, se ka gjithçka që e dini, por nuk i ndihni, apo numrat, apo me fatura e tjera, që të gjitha janë përgjigjet e lutjeve tuaja. Prandaj, çfarë kërkohet? Që të jeni në fuqinë tonë, që të jetë lutja të dëgjohet, do të lidhemi me 6 qisat, që do të krijojmë një armoni, mendje dhe shpirt. Pra nuk do të rrim vetëm me ndërgjegjen, çfarë dini dhe çfarë keni parë, por do të hyni edhe në shpirtin tuaj, që të lidhemi me zemrën tonë, me flakën tonë, se e kemi që të gjithë, dhe në këtë rast duke bërë 6 qisat, 5 në kokë dhe 1 në ndjenjë, duke i harmonizuar këto, ne do të arrijmë që të arrim në vlerën tonë. Pse shpirti na solli këtu? Ne jemi krijues, ne jemi të dashur, ne jemi të dëmshëm, ne jemi minjohës, ne jemi falendërues, ne falim gjithçka se e bën zemra, e bën shpirti. Prandaj lini zonën e ratis, që të vazhdoni, mos vazhdoni me atë çfarë dini, por me atë çfarë ndjen shpirti. Dhe kjo është bukuria e jetës, që shpirti juaj kërkon që të arrini në mirësinë tuaj, sepse ju jeni lidhur me shpirtin. 2 rrugë janë, ose do të vuani, ose do të jetoni bukurinë e jetës me lehtësi. Këtë e keni shans, sepse shpirti është i lidhur drejt për drejt me plot fuqinë, me Zotin tuaj, me universin e bollshëm, vetëm atëherë kur ju e ndjeni që jeni me të vërtet, e ndjeni që është një jetë tjetër. Dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.